Prestigjozja New York Times ka përgatitur një padi kundër Departamentit të Mbrojtjes duke kundërshtuar politikën e re të Pentagonit që kufizon aksesin e gazetarëve në ndërtesë. Padia do të depozitohet në Gjykatën Federale në Washington DC dhe ka si të pandehur Pentagonin, sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth dhe zëdhënësin Sean Parnell. Sipas gazetës, Pentagoni ka zëvendësuar procesin tradicional të nënshkrimit të rregullave me dorëzimin e detyruar të lejeve të shtypit, duke lënë aksesin në mëshirë të vendimeve politike. The Times deklaron se kjo shkel të drejtat kushtetuese të lirisë së shtypit të mbrojtura nga amendamenti i parë dhe i pestë. Zëdhënësi Times tha se politika është një përpjekje për të kontrolluar raportimet që qeveria nuk i pëlqen. Pentagoni argumenton se kufizimet lidhen me sigurinë kombëtare, ndërsa kritikat nga komuniteti mediatik thonë se Hegseth po përpiqet të shmangë mbulimin kritik të administratës Trump. Kjo vjen në një kohë kur qindra gazetarë me përvojë mbeten jashtë Pentagonit, ndërsa administrata ka ftuar ndikues dhe krijues pro-Trump për konferenca dhe orientimet posaçme, duke i quajtur ata korpusi i ri i shtypit. Ndërkohë, zëdhënësi i Pentagonit është shprehur se gazetarët që refuzuan rregullat zgjodhen të vetë deportoheshin, ndërsa konferencat rregullta për shtyp po mbahen vetëm për grupin e ri të aprovuar nga Pentagoni. Shoqata e shtypit e Pentagonit ka përshëndetur veprimin e The Times, ndërsa mediat të shumta përfshirë Fox News dhe Newsmax janë bashkuar në kundërshtim ndaj kufizimeve. Komiteti i gazetarëve për lirinë e shtypit e quajti politikën të paligjshme, duke theksuar se u jep zyrtarëve fuqi të pakufizuar për të vendosur se kush raporton nga Pentagoni. The Times është media e parë që pa ditë por pritet që edhe redaksit të tjera të bashkohen me dokumente mbështetëse në gjykatë.